بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله نبارك فالدروي ذهبت برتين لأفعال هركوي نسأل الله جل وعلا كدل كبوار الله جل وعلا نشر الله أفعال مخاطتونا ذات ننتهي نيبة جلد تيرا këto ditë të dimrit, këtë ftaftë, duke lutë Allah xhallahu ala që të gjithë ata që nuk kanë me çka ta kalojnë si duhet këtë dimër Zotin me u lehtësu. E ne po vazhdojmë edhe sot të ndërruar vëllezër në këtë pjesën e rezervuar për ligjërat, për të udhëzime para ezanit. Dhe ne të vazhdojmë inshallah derisa të bëhet koha për ezan. Për cilën disa ka porosit e mësimet e asaj që në kam së Zotë Gjellewa dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kemi filluar që dy gjuma më radhë të trajtojmë një porosi, një udhëzim që një nga pejgambert Allah ka duar i mësoj popullit vetë. Dhe ato porosi Zotë Gjellewa pastaj i mësoj Muhamedit alayhi salatu wassalam qajtja për cilë të mësimë u metit vetë. Dhe kështu gjenerat pas generata vazhdojnë të mësimë mu për cilë, mu të shërku, mu të transmitu. Ashtu si për që para shumë shtekujsh, para 100 vite që ka thënë një nga pejgambert e Zotit Gjelle Gjelalu. Dhe kemi thënë se Jahja alayhi salam i ka mbledh popullet në ti në xhami. Dhe si pas asaj që Zotë Gjellewala ka porosit, ju tha se Allah më ka porosit me 5 këshilla, që të mësoj ato të punoj me to dhe të mësoj të tjere që ata të punoj me to. Kemi përmendur në takimet e kaluara 3 porosit. Në para ka qenë të adhurohet vetëm Allahu Gjelle Gjelalu, nga se shembull e atij që adhuron do këtë pas Allahu, është sikur se shembull e atij që ka marrë një punëtor dhe ka pagu, i ka dhënë me ditë dhe ushqime, dhe i ka thënë kjo është prona ime, kjo është mjekë dhe puno këtu. Ndërsa i pas që ka marrë shpërbime dhe me ditë dhe ushqime, ka punuar në pronën e tjetrit. Andaj edhe kështu Allahu na begaton, na udhëzon dhe ne duhet të punojmë në atë fush që Zotë Gjellewala ka kërkuar për një. Pastaj ka thënë, Zotë Gjellewala ju ka porosit që të fali namaz, andaj ku dikush përve të falet, mos të kthehet, mos të lëviz, mos të shikon djatës dhe majtër se ti përkushtuar namazet e si duhet. Porosia e tretë ishte se Allahu Gjellewala ju ka porosit që të agjerani. Dhe shembull atij që agjeron është sikur se shembulli i një njeri i cili e ka një parfum të mbyllur dhe e ka një shoqëri. Dhe gjithë ata kanë dëshirë që ai me hap atë parfum që me përfitu ata nga era e këndshme atij parfumi. Ndërsa goja e agjeruesit tek Allahu Gjellewala është më e dashur dhe era e gojës së tij është më e dashur tek Allahu se era e këtij parfumi. Dhe porosia e katërt që sot do të flasim për ta është tha Jahja alayhi salam dhe Allahu ju ka porosit bi sadaka, me lëmosh, me sadaka, me dërdhënje. Shembulli atij që jep në rrugë të Zotit, ka thënë Jahja alayhi salam, është sikur se shembulli i një njeriu të cilin e ka zënëron amiku. Ja ka lidhë durt deri në qafë, është i lidhër komplet, s'ka mundësi për lëvizje. Ndërsa ky po i thotë këtyre armiqve që ka lidhë, po ju jap nga pasuria ime dhe ju më zgjidhni mua. Dhe ai sa po jap, ata po jap gjiron një dorë, po jap pjadron një dorë, po jap pjadron qafë, po jap pjadron këmbën, derisa ka shpenzu pasurin e tij dhe është për t'i lënë bari të re. Kështu është edhe njeriu të vëllezër. Njeriu e lidhin ndoshta shumë vese, lakmia, pankopsia, zilia,
e të tjera që e lidhin njëri, kooperacia, dhe e starë tja për rrugë të Allahu Gjellewala, Zotë Gjellewala qëfar, e liran nga disa për këtë nevesër. Pastaj edhe njëri është i lidhur, Zotë në ruajt edhe me dënimin e Zotit, dhe silloj shpagimi me zgjidhë vetën e tij dhe me shpëtu vetën e tij nga ndrimi i Allahut, është sadakaja. Prandaj në hadith tjetër ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam se sadakaja dhe e veçanërisht fshirë urazi kur është jo shumë haptas, ka mundësi me dhënë fshirë urazi. Sadakaja dhe fshirë urazi e fik ndrimin e Zotit që të xhelal. Ai që ja në moshë e siguron vetën e tij që Allahu mos t'jeti i dhuar ndaj tij. E Allahu xhallahu që nuk është i dhuar ndaj njëri, po dyshim se shpërblimin e ka dunja në ahiret e garantuar. Nëse me një hadith, Muhamedi alayhi salatu wasalam çfarë tha? Për 3 gjëra i betuam. Shikoj, pejgamberi sa tha, për 3 gjëra betuam. Muhamedi asë në kamë të betohet. Apo nga sa i veç kur thotë të qëka në i besur. Nga sa e që fleta është shpallin nga Zotë Gjellewala. Mirë po për shkak të rëndësisë se kësaj që është betu. 3 gjëra në betu për to. Se janë kështu si për i tha. Një nga to është thotë ma në kasarman vë abdin me sadaka. Ju betuhum se nuk i paksuat kur pasuria ti që janë. Gjithë shka njëri kur shpenzar, hargjohet. Vetë me hargju për vetë vetën, apo, hargjohet pasuria. Dërso në momentin kur ti jepë dhe ndona që i kemi tjetëri, pejgamberi se po betuat se ajo nuk paksuat, ajo shtuat. Dhe të dërruar kur bje fene për shtimin, nuk duhet me kuptu shtimin në aspekt numerik. Për shembull, dikush mund i dhash 10 euro, tash më pres më pun 20, e super 20. Ato është asbon që shto, për shembull, edhe pse edhe kështu Allah është ta. Po nuk duhet me shikun gjithmonë në aspektin numerik, me numra më shtuar. Po Allahu Gjellewala kur t'jep, ta shton bereqetin. Ja shehar nga sa qefi. Nga se ju diri si ka në ndodh njëri me pas një qka ma shumë, mirë po nuk ka bereqet. Nishë shkon shpejt, shkon pa mvrejt. Nëse ka njerë ka një pasuj që nuk është shumë madhe mirë po, shumë punë krynë me te. Ndaj, bereqet e shumë e rëndësishëm, që Zotë Gjellewala me e bekuat pasuj. Andaj Allahu Gjellewala ja bekon dhe ja shton bereqetin pasurin ati që jam. Pastaj Allahu Gjellewala shton shumë punë tjera, disa në i tim e shumë tjera nuk tim. Allahu ja shton dashurin mes antarët familjes. Ja shton respektin e njerëzve e ti. Ja shton Allahu Gjellewala shëndetin e kështu më radhë. Nga mizit e shumë. Prandaj, ai që jam nuk hup. Dhe qofse jam për hirë Zotit. Ai që jam për të përmend, ai që jam për të lavdru, kjo nuk bën pjesë të hadithe. Kjo nuk është kështu. Ai që jam për të punë, por ato që ka jap, nëse e merë, nëse nuk e merë, ka shpo dhe e oqë. Mirë po ai që jam për hirë Zotit. S'ka kufar interesi. Përse i dhimet dikush në karaje, i dhimet i smutrit, i dhimet njëri i varfër, nuk ka me janë gjithë, kjo ka mund si pak me një mund, për hirë të Zotit, nuk lavdrohet, nuk e përhapë, nuk e përmën atë jepë, këtë kom një mund e ty, e lërë të Allahu Gjellewala. E kush kështu ka mund si me erujt sadakan e ti, gjitha këto hadithe janë mysh dhe për te. E shumë të tjera. Madje ka herë të ndërëzër, njerëzit me do se për me dhonë të me pas shumë. Nuk është kush me pas shumë për me dhonë njeri. Pasurin. A diri që ka është kush për me dhonë njeri? Me pas zemër dhe mirë. Aj që ka zemër e pasur, aj që mrenë është i pasur, aj jemë. Kësi ka njerë që për jashtë dorë ka të shumë, por zemër e fukarese ka në. Mrenë e ndrohë. Edhe ai me këtë zemër këshirë gjithë, në pësharë, u paku, u shkaj, nëse ka dikush në dorë s'ka shumë, nëse në logarit e bankës nuk ka shumë, në kulit nuk ka shumë, por zemër është i pasur, zemër ka shumë, dhe jepë se më banë. Për këtë arsye,
Pejgamberi alayhi salatu wasalam të ndërozë ka thënë sabaka dirhamun mi'ata dirhamin. Tha sabaka dirham mi'atu dirhamin. Një dirham, një para se kohë, një euro me këtë kohë, ja ka të i kalu në shpërblim 100 euro bata. Që është dikush jap 100, e dikush jap 1, e ky një masar se ky 100 po. Se ky 100 që i ka dhënë, i ka pas 100.000. Ka jap përqindje shumë minimale, 100.000 po, 100.000 dhënë shumë pak. Ky që ka për i ka pas 2. Një e ka dhënë, një e ka dhënë për vetin. Andaj Allah që ndonë në qytë me sasi, shikon me përqindje, sa i ke lënë vete, sa i ka dhënë diku, sa ka kushtu zemra. Andaj shpërblen për 1 euro, do është ta ma tepër, se që ti kënë shpërblen për 1.000 tjera. Nga sa i është 1.000 që ja, ka mësi me përsi me syfatsi, ka mësi me përsi me lavdrim, me mburje, nështë kjo ja, për hirë Zotë që të zhërënë. Për këtë arsye, pejgamberi atë në ka mësuar shpërin, kësa këto ditë mësime që në ka porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam, që si duhet timi dërdhënës, pavarësisht sa është buqeti ju, pavarësisht sa e tyra tona, mundohë që t'jesh dërdhënës. Qfarë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam tjetër? Shkani këtë adit tjetër, tha, la yahqiranna ahadukum min al-ma'rufi shay'an. Askush për juve, mos në nëqmar, mos të përbuz nga punë të mira asgjë. Që i bje se asë një punë të mirë që mund është me e bo, mos në nëqmar. E diri në cërë mos me nëqmar punë, ka thonë, edhe në qoftë të se, kjo punë e mirë është me e taku në muslimanë me i busjesh. A mund është? A kushton para me i busjesh dikujt? A kushton para me e disponë dikant një kurqë? Hirës haqitësht, veç mundohë që një njëri që ka mërzi, jepin kushtet. Një njëri që ka të lasha, busjashin e kushtet. Një njëri që nështë ashtë smut, jepi garet. A një pare ke, 2 fjari ka. Allah të moftë, Allah të sërot, busjashin, thëtë pejgamberës dhe kjo është sadaka. Vë kelimetu tajime, sadaka. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, lëmosh është edhe fjale e mira. Një fjallë mira të është. Madje ka erë të ndërëzë ka njëri që s'ka me mjëllë para, ka me mjëllë fjallë mira, ka me mjëllë gajret, ka me mjëllë kushtet për kraje, nuk e duhet në rëgjët shumë aspekti materiale. Prandaj, gjithë në këtëri mundësi me dhonë, gjithë në këtëri mundësi me indi, dikujt. Prandaj, nuk duhet besimtari me në qëmu asgjë, mos përpoz asgjë, 50 cent, 1 euro, 10 cent, sot që ki mundësi, mirë pra, mësaj e vetën të në me kërpujarë. Mësaj e vetën të në me konë dërdhënës, më shkëm dita që ti diku si këti mu me diqka. Ma ti e qëpë një fjallë, se ke mësu t'i kërë, se ke kushtu t'i kërë, se ke përkrat t'i kërë, se ke posjesht t'i kujtë. Në tohë që të ditë t'jeshti i pasuruar me këto shpërlime që jep t'i kujtë. Ka se qëpë e viran vetën të ndë, shkarkuar. Ma tje edhe djetarë ta, po dhe shkestarë bashkëllor, ka nëmë përfundim se lumëturia njërit është jo sa ka vetë, po sa ndonë me tjerë. Wallahi, nuk mund është me koni lumëtur, me fitu kur dhe sa mund është me koni lumëtur kur t'jam dikut të esha saj ka pozire me ato që t'i ke. Apo, balë në zorë është kur nështë ati ke siguru gror jetë për familjen të ndeksohë, balë. Mi përsa me konë këzimit kur ti e të sen, edhe dikut e ke përcu më ngro, edhe ajë bënd doa për ty. A di sa lumëturia është të, a di sa knasia shpirtore është të, ata njëri ju me dhenje i siguran dhe i garanton vetësën e lumëturi, e qëtësi, edhe pasuri, si kur së da pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ma tje, Muhammed Asim ka thënë, u të kundara walau, bishët të tëmra, ruaj ju një nga zjarë i qëhnimi qoftë edhe me, qysë më hurme. Paramenaj të në qëhnimi madhë, më murujt me qysë hurme. Qysë zysë, qa që kje këto, e kim një hurme e këto për qysë. Prandaj, të dërëzër, mos në qëma kur që eqë. Nuk e dinte se sa mund me i kry punë të qëka t'i kujt, aja që ti e ki tepër. Të mësoj me konë bujarë, të mësoj me konë dhemshëm, të mësoj me konë të kujdesshëm për një tjetër. Ka se kështu në kam su porosit e Allah që në varë dhe porosit e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të ndërëzër mundoni sot ma tepër e ti që i një ngushtu mjaftë, mundoni sot këtë përci mu ngushtu,
Nga se ka njerë që përri kompeti që edhe ata, me që të kanë marrë tjerë që ka mene në kohë, po sot këna mundësi, të bëjmë edhe bujar me venë. Nuk ka bujaria veç me dhëni, po edhe veni për veni vëllohë të nështë në loj bujaria, në loj shpërdimi. Andaj gjithë risot muni, vëllëzëve t'juaj Allah i shpërdekta. Andaj kështu nga pejgamberi sa, njeriu i cili jam, lirohet, është i lidhur e liron Zoti xhallal xhelalu. Disi e pagun vetën e tij me dhënie nga Zoti xhelalu. Gjoni këtë do të dyshon tash të bota. Qysh do situata? Që ka këtë dunja, këtë botë sa je. Po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Liroje vetën tënde nga dërimi i Allahut. Po thot pejgamberi alayhi salam, mos të nçma as gjysmë të hurme që me te me urujt ka Zoti i xhelalu. Mos të nçma as gjë. Ki mundësi me shpëtu me 1 euro të Allah xhelalu, që se isi që ki mundësi këtë dunja. Po në që se një uvdes Allah në rëgoj. Në Allah për vëndet mirë, nuk dim kur në me vdek. Zotë në mundësë fashëpar me ta me që me mjaja, e me bendim, e me punë mira, e me fjallë të mira. Po sa des njeri, delë në tjetër në botë atje. Allah për nga ka të nëzdim që e për ato. Deri sa të shkujmë atje në nuk dim asë gjë. Nësë kemi kontakt ma asë një dekër që shkujmë. Botë e ndonë për thërë. Por nga ka lejmu për këtë kush, Allahu xhallahu na besojmë ma mirë dhe ma besojmë se me shkuat. Se fjallët e Allahut janë më të sigurta se sytu, se veshtar. Andaj Allahu për edhe në Kur'an, njeriu që ka dalë në dorë, po s'ka dalë faqevar, s'ka dalë i pëndu. Ai do të kërkon tek Allahu xhallahu për me e liru vetën nga xhenemi, jo me dhënë posurin, jo posurin, pak është e. Kështë dërë të Allah me përdor edhe këtë mundësi që ta japë familje, grunë, fëmijë, prind të ti, krejt me i dhërë për që e me kështuar, Allah në rëgjë. Ata e Allah gjëllë i thëtë këti robi, o robi jam, unë e kumblit për te e shumë pak e se ka dhërë, që o mund është për japë shumë, pikuru për e ka shbëja, së të kumblit pas fëmijë, as familjen, as kurdës të blim, të shka shumë simbolike. Para nësë zeqatë që është obligativ me edhe, bërë që me kush ka mundësi zeqatë, kush arrini se si pasunis, ka bërë më zeqatë. Ty t'je për Allah 100%, për ti jem, 97.5, ti jem 2.5 një për fukaras. Tërti me Zotin, ajme të shumë fishu, edhe me uliru nga përgjësia pasunis që Allah të kalon. S'ki mundësi me të zeqatë, sadak. Limoshë, sot ki mundësi lirosh nga përgjëtësia e pasunisë që Allah të ka dhënë. Si përsa jaja zgjidhësh, si përsa të që ka lidha miku, zgjidhët. Zgjidhët nga zingjirë e pankopsisë. Vallaj, lakëmi është zingjirë. So njerës nga i ka lirë të pracia. A i dërë me shtiturën që po i lirë të ka të pracia smurën, si shkadora. E ka lirë të pracia. është i lidhë nga lakmia, a i nështë ka e në shpërmene me dhonë, po të mandë me lirit duhet, lakmia se lakë, është i lidhë. Ata jakë që të zgjidhësh nga këto vesë këqia, nga pankopsia, nga lakmia, nga zëllia, nga matemasia, nga shumë tjera, që Allah me të ty, shëndetin e pasurin e familjen, kështë të më radhë. Për në pejgamberi, sa të ka thënë, se sadakaja dhenja, e ruan edhe njëri nga fatkesit e këqia që kanë papësi me e godit, Zotë janë që në gjëlelu. Dhe porosia e past që tha Jahja alayhi salam në fundit, tha, edhe Allahu ju ka porosit, ato me e përmend. Emën e ti me e përmend, nga se shembulli i ati që e përmend Allahu, thot la ilaha illallah, thot Allahu akbar. Kur thirë e zoni, e përmend Allahu së të të bërë gjami. Kur është përra një haram për caktu, i bjerë menë Allahu zbanë, edhe kjo është me përmend Zotin, kujtu se kjo nuk përre dhe mërësh, ka forma të ndryshme me përmend Zotin që në gjëllë. Andaj ju ka porozit Allahu që Allahu me përmend. E shembulli i ati që Allahu me përmend, është si përse shembulli i kujtë. është si përse shembulli i një njëri, që është duke i nga një armik i cili po e kapi e vetë. Aj po i këti. Nësë armik i është përsuj, me e kapë.
me i shkaktu dëme, me e rëpnu. Dhe ai duke i nga armiku, e gjenë një kështjel. Futën kështjel, e mshirë dirën, edhe bodi sigurt. Armiku sillet dhe dalë në rrëth kështjelës, po sulli mrena. Ti i sigur mrena. Andaj thëtë pejgamberi qështu dhe dhekri. Përmendja Allah është kështjela jote, të bronë nga sulmet e shejtanit, nga vezvesët, nga punë të këshia. Ti ik nga rreziqet kur s'prehosh, te përmendja Allah xhallahu. E përmend Zoti xhallahu ala i sigur. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur njeriu hyn shtëpinë e tij dhe thot bismillah, ulet në sofër, thot bismillah, shejtani i thot kompanisë, largoni këtu se as kena konak, as kena buk, u përmend Allah, ikni këtu. Ata njëri që përmend Allah xhallahu ala është i siguruar, është i mbrojtur. Sa ma sinqerisht, sa ma mirë, sa ma tepër Allah me përmend, më i mbrojtur i. Veçanërisht në këtë kohë që janë përhap me të vërtet linkësinat shumëta, vepra ndryshme, këqija, siguria dhe mbrojtja jote është me përmend Allah xhallahu ala. Garancia përmendjes Allahut vrejme edhe se në shumë situata, në shumë rrethana, na ka mësu, na ka porosit pejgamberi me përmendje Allah xhallahu ala. Përmendani lutje, dhikr, përmendje Allahut para se ta përflet. Përmendje Allah xhallahu ala me mëdon gjumin gjysnote, ka përmendje sa tu çka më thon. Kur qurë sabah, hala mirë pa uqu për shtrati, bismillah, ka lutje çka më thon. Kur i vesh tesha çka më thon. Kur të hinë bale çka më thon. Kur del nga bale çka më thon. Kur del nga shtëpia çka më thon. Kur të vesh kputën çka më thon. Kur del se ka çka më thon. Hinë xhami çka më thon. Del gjithë faktorë shumë tjera. Për me tregu ty se dush me kun i lidhur me përmendje Allah gjithkur. Nuk ka situatë ku nuk ka me përmendje Allah xhallahu ala. Që ti ish i mbrojtur. Ata intereson. Ka është një libër të vogël bureja muslimat shumë është i vogël. Gjithmonë. Aty është nga e ki qëka duhet me thonë për ta, qëka duhet me për ta, pëson me përmendje Allah xhallahu ala vazhdimisht. Dërsa ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam se fjalët më të dashura, fjalët më të dashura dhe më të mira tek Allahu i madhun që mundesh me to Allah me përmendje katër. U thash ka shumë Allah me përmendje, por unë po du me vëllon katër që Allah me të më mbroj, por jo më mjaftu me këtu, dhe unë e qikash po së shtaj, jo, unë amë është sa më tepër, mirë për sa për ilustrim me të regu. Disa fjallë që letë është me i mojtë mërë, letë është me i thonë, shumë se va fitan, për fatë këtësisht, ka shumë për njerë që janë të parvëmendë shumë, ndaj kësaj mundësie. Fjallë më dashme të ka Allah, së të Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Këtë e më të dashme. Ate mundohë shpeshtere, ka të që të cilësh të dhush, Subhanallah, Subhanallah. Për da edhe pas namazën dhe themi, 33 herë, Subhanallah, 33 herë, elhamdulillah, 33 herë, Allahu akbar. Pastaj, 100, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush pas namazit tëtë, që ka kush pas namazit tëtë, 33 herë, Subhanallah, 33 herë, elhamdulillah, 33 herë, Allahu akbar. E përfundon 100 me la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, ja fal Allahu gjinahën, edhe në qëfë se i ka sa shku në adetit. Qëso ka dhe? Dhikër, dhe nuk të pastrar, nuk të mbror, nuk të ruar, asë që më mirë, se përmendje Allah që të qëllare. Dhe për fond se ka ku e zanet, sot ditë të qëmoje, të dërru dhe zërë, ditë të qëmoje, përmendje Allah shumë, me këto 4 me tjera, po veçanërisht sot ditë qëmoje, edhe gjithmonë, ama mos harë, veçanërisht ditë të qëmoje, shpeshtone salavatën i pejgamberin alayhi salatu wasallam. Me thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Me thonë të gati që thim namaz ke masalet ala Ibrahim edhe ma mirë është. Po s'ki mund si ato gatë ma shkur, mi afton me kashë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Mundohet sot të tërë ditë të dirësot për në dile, sa ma shpesh me që salavat, ka se është dita ma e mirë dhe ma e shpërblyme me që salavat dita e gjëma. E ka thonë pejgamberi, kush njëherë thëtë Allahumma salli ala Muhammed, kush njëherë që salavat mi pejgamberin,
Allah ka me qënë se robë një kartjeri, 10 fesh për tjekë. Ti ke mu përmanë të ka Allah 10 herë ma shumë, se që ti ke pranë Muhammedin Ali sallallahu alaihi wasallam. I kërë kësia madhe, e letë është, e thjesht është. Mund dhe me fëtu shumë sot, për që si imi të vëmendshëm, imi të kujdetshëm. Ka se nuk ka armik më i madhë për dhikrim se sa ka fleti, kutia, habire e njerit. Allah në mundëso që me zemër, e me gjumë, e me gjymëtyrë tonë, Allah të përmene. Ti me të kujdeshëm për nëshmënime, por edhe ti me të kujdeshëm, të njëri tjetër me dërdhënje, me bujari, me mërqilje, me sadaka dhe qëta do që në ka mësu, Zotë Gjendehore pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam. Ka arko e zonit, andaj me ka që me edhofë për sot, Zotë ju shpërblet dhe ruajt, edhe njerë me zëri sa pasat të mundësi, në shumë një vene sa të muni, dhe të me të muan, Zotë ju shpërblet dhe ruajt, sallallahu alaihi wasallam.